Po qa do i thua kushuririt të ndë? Po është gjuna është krim. Dëgjot, do të thotë një vllaj, pastaj bëj qa duash zbylle. A i djali ka shumë të drejt. A i veprimi është i gabuar, po edhe unë rrezik po vazhdova kështu. Do i kina mundje kokës, e kupton vlan? E kuptoj. Tani do më thuash qa mesazhi ke për t'i dhënë Edi Ramës kushuririt tënd? Po, Edi Ramës i them dy llafe të shikoj popullin, mos shikoj këta i dutrit, këta kusarët se na populli duron, po pasaj e pëqona populli. Ore, me qëra fjalla, ku i gjeti pronat në gjipe kë? Qiko, o Flavio, e di gjithë Shqipëria vla, gjyshim amas time, na që ekonomi vla, mësusi popullit, dajua i Spiro Kolekës, dajua i Petro Kolekës, gjyshit të kryeministrit, e kanë dajua gjyshit timore, kupton? Jo, ku i gjeti pronat? Edhe ato prona janë të na që ekonomit. Aha, okej. E kupton vlan, se Spiro Koleka, familje tyre e varë për kaqenor, e tha dhe një nga këta instigativët, nga këta gazetarët, që 3 dhi ka patur, se ka dokument. Ato në pronat e na që ekonomit ka qenë më i pasur i vunoj të vla. E qartë. Po pjesë një pak ju pëtë.